Aulona Musta ishte ftuar në fan club, ku komentoi raportin mes Brikenës dhe Mateos. Sipas saj, duket qartazi që Mateo ka pëlqim ndaj Brikenës, ndërsa për këtë të fundit hodhi dyshimin se ka një histori jashtë. Unë personalisht mendoj se pavarësisht dëshirës së publikut, faktit që janë të bukur, unë mendoj që nga ana e Brikenës nuk ka interes dhe pëlqim. Nga ana e Mateos, po mbase është rindezur një shkëndi që ka qenë e fikur brenda këtyre viteve. Po bëhet gati një muaj që janë gati në shtëpi dhe duket që Brikena është shumë e prerë. Pas asaj që pa mbrëm, ajo duket sikur ka një lloj shkënimi që Mateo ka nxjerrë shumë detaje. Brikena mund të ketë një histori jashtë që mund të ketë frikë, trembet. Edhe vetë Brikenën e kemi parë që është liberale. Si personazh ka ngritur shumë pikpyetje. Në fillim tha s'kam pasur asnjëherë të dashur, më pas tha kam puthuar më parë. Pse po e bën këtë mendoj se për faktin që është paragjykuar donte t'i ndryshonte mendjen publikut shqiptar. Duke e ditur që pika e dobët është nderi që gatuan për vjehrën nuk flirton. E hëngri publiku në BBV është e pamundur të gënjesh për shumë gjatë. Pavarësisht se ka gjëra pozitive këtë kartë që u fut në fillim, s'duhet ta kishte luajtur, tha ajo.